Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin janar të vitit 2026 edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një vit sa më të mbar, një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026 dhe të shikoni shenjën tuaj me fat, por dhe ascendenten tuaj. Atëherë, sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim se si do jetë java. Dielli ka hyrë në shenjën e Briciapit. Jemi në energjinë e Briciapit këtë muaj. Dhe shohim energjinë. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit. Atëherë shoh një fillim i ri, një dashuri e re për gjithë ata që janë beqar, do keni një takim me një person, por edhe do festoni me këtë person, dhe keni dy asa në javën e parë, do me thonë kjo tregon fillime të reja, të pa diskutueshme. Është një fillim i ri në dashuri, por shoh që mund të jetë edhe një fillim i ri, një kontratë pune e re, por mund të jetë edhe një fillim i ri në lidhje me planet tuaja të ndryshme që mund të keni, në lidhje me miqtë tuaj, me kolegët tuaj. Gjithsesi, është një javë ku merrni disa para, shoh në mes të javës, por jeni edhe duke menduar se si të hiqni disa kursime ose edhe të investoni diku, të bëni një investim për të bërë ndoshta një fillim i ri, një biznes, një aktivitet, një trajnim, varet nga çfarë ju dëshironi. Gjithsesi, për një pjesë tjetër shoh lajme të mira. Ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, por edhe në lidhje me gjithçka. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, dhe energjinë e shenjës së Gafores. Ju shoh që do tregojeni shumë të prerë, shumë të ftohtë në lidhje me situata të ndryshme, në lidhje me një dashuri, me njoftjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, edhe pse unë shoh që i stabilizoni në mesin e javës së parë, ju në fillim të javës së dytë ju shoh që do merrni vendime të prera. Dhe kjo ka lidhje, mund të ketë lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, me kolegët, me njerëz nga mjedisi ku ju bëni pjesë, por është edhe një periudhë pastrimi. Ju doni të pastroni diçka në jetën tuaj. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me situata të ndryshme dhe me njerëz të ndryshëm që keni në jetën tuaj. Shoh që ju ose keni kundërshtime mendimesh, një pjesë prej jush mund të kenë të bëjnë me institucione shtetërore, mund të keni të bëni me dokumenta të ndryshme. Ndjeni që aty bëhet një padrejtësi dhe ju keni frikra emocionale brenda vetes në lidhje me pjesën e dokumentave. Ndërsa për një pjesë tjetër, do merrni vendime të rëndësishme, do përdorni më tepër pjesën e logjikës, por shoh që do keni dhe kundërshtime mendimesh në lidhje me idetë që keni, me punën tuaj, ose edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Sepse shoh që ose ju keni frikra emocionale, pasiguri, paqartësi në lidhje me punën tuaj, ose edhe me situata të ndryshme që mund të jeni. Mund të jetë një situatë në lidhje me dokumentat, mund të jetë një situatë në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin tuaj, dhe kjo gjë ju fut pak në frikra. Gjithsesi, është një javë me këtë energji, më tepër energji ajri dhe kemi energjinë e shenjës të hënës, të Gafores, që tregon paqartësi dhe frikra emocionale në lidhje me këto vendime që ju do merrni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë, ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, përsëri të tokës,
dhe energjitë shenjave të zjarit, por mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, dhe ata që e kanë ascendenten ose hënën në këto shenja ndikohen më fort. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh që jeni në një pozicion më të mirë, më të fortë. Mund të jeni në një pozicion më të mirë në lidhje me karrierën tuaj, në shoqërinë tuaj ose në punën ku ju jeni. Jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, me një fillim të ri që dëshironi të bëni. Por ju shoh që do haseni me shumë pengesa në lidhje me këtë fillimin e ri. Por ju gjithsesi do t'ja dilni. Ky mund të jetë një fillim i ri në dashuri, sepse një pjesë mund të lidhen që javën e parë dëshirojnë të kenë një fillim të ri. Në javën e tretë përsëri shoh një fillim të menduar mirë. Edhe pse do keni pengesa në lidhje me këtë fillim, ju përsëri nuk do dorëzoheni, do harrini t'ja dilni me pengesat që do keni. Për pjesën tjetër, ju shoh që mendoni shumë fort për anën ekonomike. Një fillim i ri mund të jetë një punë e re, një aktivitet i ri, një biznes. Edhe pse do keni dhe aty do haseni me disa pengesa, ju përsëri do t'ja dilni. Ju shoh që mund të mendoni edhe në lidhje me një trajnim që mund të bëni. Ndoshta edhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Sepse këtu jemi në energjinë e britsjapit në fakt, dhe tek ju do jeni më të inkurajuar gjatë kësaj periudhe, por do hyni edhe në një vit që muajin e parë që e keni plot mundësi, sepse shoh që keni oferta, keni 1, 2, 3 fillime të reja, domethënë oferta në lidhje dhe mundësi në lidhje me këto fillime të reja. Por gjithsesi ju do jeni ju do haseni me pengesa, edhe pse do haseni me pengesa, ju do t'ja dilni shumë mirë në lidhje me gjithçka. Situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Në javën e 4 keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së gafores. Gjithsesi ju shoh me shumë pasion, me qëllime në veten tuaj, me kontrata të rëndësishme, do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, në lidhje me një dashuri ku ju vërtet keni pasion, por gjithsesi në mes të javës ju shoh që sikur ndiheni të lodhur psikologjikisht, keni nevojë për një pushim, për t'i dhënë drejtim situatave. Ndoshta ju dëshironi të bëni disa sqarime, dëshironi të futeni brenda vetes për të kuptuar në lidhje me gjithçka dhe për t'i dhënë drejtim situatave, për t'i dhënë drejtim një njohje, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, shtëpisë, familjes tuaj, sepse kemi dhe energjinë e gafores këtu. Por në lidhje me punën tuaj, në lidhje me parat, për pjesën e beqarve ose të gjithë ata që do futen në një njohje të re ku kanë shumë pasion, unë shoh që ju do të jepni një drejtim më të mirë emocioneve tuaja, por edhe kësaj njohje që do futeni ose në njohjeve dhe lidhjeve që ju jeni. Por është diçka që ju do ta mendoni mirë. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me punën tuaj, me kolegët, me njerëz që ju rrethojnë, me planet tuaja, dhe është një periudhë pastrimi dhe ju sikur futeni brenda vetes, keni nevojë të qetësoheni për t'i menduar të gjitha llojet e situatave që keni dhe do mendoni se si t'i jepni drejtim. Dhe deri në fund të muajit, unë shoh që ju do t'i jepni drejtim situatave. Kjo ka lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, me dashurinë, me emocionet që ju keni me personat e dashur, gjithë ata që janë në njohje ose lidhje, por edhe në lidhje me punën dhe anën ekonomike. E rëndësishme është që në fund të muajit i jepni drejtim gjithçkaje. Gjithsesi, është një muaj fantastik me fillime të reja të padiskutueshme në lidhje me ju. Thjesht dilni nga këto frikra emocionale ose paqartësi që keni brenda vetes, edhe pse do haseni me pengesa, ju do t'ja dilni në lidhje me gjithçka. Dhe shohim, marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëhere, ju shoh jemi të energji e ajrit, ju do bëni zgjedhjet tuaja.
mësoni sa të mundi nga situatat që ju keni kaluar thot. Por bëni diskutime edhe me personin tjetër. Domethënë, në qoftë se ju dëshironi të futeni në një njohje, atëherë mund të diskutoni me këtë person. Në qoftë se ju keni kaluar situata të vështira në lidhje me punën, nga ana ekonomike, me shtëpinë, me familjen, me çështje dhe situata të ndryshme, atëherë ju keni mësuar nga këto situata, mund të bëni lëvizjet e duhura gjatë këtij muaji, por ndërkohë edhe të diskutoni dhe me të tjerët, thot këtu. Do me thënë me personat që ju keni në jetën tuaj, te vendi punës, me kolegët tuaj, nga ana profesionale flasim, por edhe për të hyrë në një vit, do me thënë më me entuziazëm, sepse është muaj pari vitit, gjithsesi është një muaj fantastik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj përsëri një muaj dhe një vit sa më të mbar, gjithë ju të shenjës së peshqve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e vitit 2026, të ndiqni shenjën tuaj, por dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Shenja juaj ascendente është më e rëndësishme se shenja. Nën shenja, do me thënë. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një fundjavë dhe një fund viti sa më të gëzuar për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.